Horoskopi ditor, 30 nëntor 2025, dashi, sot gjërat duken më të qarta kur nuk i mendon shumë. Intuita jote sot punon më fort se logjika, ndaj dëgjoje. Mund të vëresh mundësi të vogla financiare që të vinë papritur, nga vende që nuk i ke menduar fare. Ide të mira për punë ose projekte mund të të shfaqen krejt natyrshëm, në marrëdhënie je më i qetë se zakonisht. Sheh anën e bukur të njerëzve dhe situatave, edhe aty ku më parë shikoje stres. Kjo të qetëson dhe të ngre humorin. Mund të kuptosh më mirë sjelljen e dikujt, ose të gjesh një zgjidhje për një problem që të lodhte prej kohësh. Energjia e ditës të hap imagjinatën dhe të frymëzon. Për më tepër, Venusi sapo ka hyrë në shtëpinë tënde të nënë, gjë që do të thotë se deri më 24 dhjetor do të kesh dëshirë të mësosh diçka të re, të eksplorosh, të provosh aktivitete e ide që të japin energji dhe e bëjnë jetën më interesante. Demi, sot, për ty i dashur Dem, intuita të punon më fort se zakonisht dhe njerëzit tërhiqen natyrshëm drejt teje. Imagjinata të ndihmon të kuptosh situata, edhe kur nuk i ke të gjitha detajet para syve. Sidomos në marrëdhënie, po arrin të shohësh më qartë se çfarë ka ndodhur kohët e fundit, je më shoqëror, më i hapur dhe më i lehtë në komunikim. Njerëzit janë në anën tënde, të mbështesin dhe të japin energji pozitive. Bisedat e sotme mund të të ndihmojnë të kuptosh veten më mirë, dikush edhe pa dashur mund të të pasqyrojë një të vërtetë që nuk e ke pranuar më parë. Gjithashtu, Venusi ka hyrë sot në shtëpinë tënde të tetë, dhe deri më 24 dhjetor do të jesh në një periudhë shumë të mirë për të balancuar jetën emocionale dhe marrëdhëniet personale. Edhe temat më të rënda do t'i shohësh me qetësi dhe logjik, gjë që të ndihmon të gjesh marrëveshje, qetësi dhe zgjidhje. Binjakët, energjitë e ditës sot të nxjerrin në pa anën tënde artistike dhe imagjinata fluturon. Zgjidhjet t'i gjen më shumë me intuitë se sa me analizë dhe kjo funksionon për mrekulli. Mund të shfaqen rrethana të papritura që të lidhin me njerëzit e duhur, projektet e duhura apo informacionin që të duhet, sidomos në punë, shëndet dhe qëllime personale. Në jetën profesionale, mund të kuptosh detaje që më parë t'i ke anashkaluar. Dimensione njerëzore, emocionale apo shpirtërore që e bëjnë punën më të kuptueshme dhe më të menaxhueshme. Ke një dëshirë të fortë të krijosh gjëra të bukura dhe të kthesh ëndrat në plane konkrete, marrëdhëniet me kolegë, bashkëpunëtor apo dik me të cilin kalon përditshmërinë marrin një kthes pozitive. Mund të dalin mundësi për të mësuar diçka të re ose për të forcuar aftësitë e tua. Nga ana tjetër, Venusi ka hyrë sot në shtëpinë e partneriteteve. Deri më 24 dhjetor, shijimi i marrëdhënieve dhe jetës shoqërore do të jetë në qendër. Ky është momenti i mirë për të përmirësuar lidhjet një më një, për të bërë marrëveshje, për të negociuar dhe për të gjetur harmoni në raportet personale. Gaforja, energjitë e ditës sot të shtojnë dëmshurinë, faljen dhe butësinë, cilësi që ti ke natyrale, por sot shkëlqejnë edhe më shumë. Kjo të bën më tërheqës si në marrëdhënie, ashtu edhe në situata të përditshme. Është një moment i mirë për të falur, qoftë dik nga e kaluara, qoftë veten tënde. Kur heq dorë nga mendimet e errëta, e ndjen menjëherë lehtësimin, shpreha kreative ka favor të madh sot. Mund të krijosh, të lidhesh emocionalisht me të tjerët, ose të shkruash apo komunikosh me zemër të hapur. Mund të rrezikosh pak më shumë në mënyrën si shprehesh, si mëson apo si lidhet me njerëzit, dhe kjo të del për mirë. Gjithçka vjen natyrshëm sot, loja, dashuria, komunikimi. Ndërkohë, Venusi ka hyrë në shtëpinë tënde të 6 dhe deri më 24 dhjetor do të ndihmojë të gjesh më shumë harmoni në rutinën tënde të përditshme. Ambienti i punës, shëndeti dhe organizimi i ditës marrin kah pozitiv. Është kohë e mirë për të rregulluar orarin, për ta bërë ditën më të lehtë dhe për të krijuar një ritëm që të sjellë qetësi. Luani, sot energjitë të ndihmojnë të forcosh marrëdhëniet. Luani, veçanërisht duke vlerësuar gjërat e zakonshme që të lidhin me të tjerët. Ndihesh më i dëmshur dhe më i hapur për të parë anën pozitive të njerëzve dhe situatave.
Interaksionet e tua sot mund të jenë më të buta dhe të ngrohta, dhe ndjenja e shërbimit ose mbështetjes të bën ditën më të bukur. Sot mund të ndihesh i frymëzuar nga informacioni që të vjen, ose lajmet për financat ose familjen të ngrejnë humorin. Është një kohë e mirë për të bërë plane afatgjata dhe për të menduar strategjikisht për të ardhmen. Gjithashtu, Venus hyn në shenjën tënde sot, ku do të qëndrojë deri më 24 dhjetor. Ky tranzit sjell lehtësi, ngrohtësi dhe hijeshi në jetën tënde, duke përforcuar fuqitë e tua të tërheqjes dhe dëshirën për të shijuar më shumë jetën. Ky është një cikël i favorshëm për të shijuar marrëdhëniet, për të ndërtuar lidhje të reja dhe për të përjetuar më shumë kënaqësi personale dhe sociale. Në këtë periudhë, zemra jote është më e hapur, intuita më e fortë, dhe aftësia për të krijuar lidhje me të tjerët të ndihmon të përjetosh më shumë ngrohtësi dhe harmoninë që kërkon në jetën tënde. Virgjëresha, sot ke mundësi të mirë për të arritur një kuptim më të qartë të situatave dhe për të lëshuar tensionin. Transitet e ditës të nxisin të shijosh momentet e bukura të jetës dhe të relaksohesh. Një partner ose mik mund të të ndihmojë të qetësohesh përmes bisedave, këshillave ose mbështetjes së tyre. Energjia e sotme të mbështet në shprehjen e kujdesit dhe ndjenjave të tua me fjalë, duke kaluar mesazhe të ngrohta edhe pse Mërkuri sapo ka dalë nga retrogradi. Transiti Venus-Neptuni sotëm inkurajon njerëzit të shohin qëllimin pas fjalëve, jo vetëm mënyrën se si janë thënë. Vëmendja tek ëndrat dhe fantazit mund të të ndihmojë të gjesh zgjidhje për probleme të vjetra ose të shohësh më qartë rrugën për të dalë nga një situatë sfiduese. Gjë që sjell lehtësim. Gjithashtu, Venus hyn sot në shtëpinë tënde të katërt, duke sjell dëshirë dhe potencial për harmoni në jetën familjare ose personale deri më 24 dhjetor. Ky është një moment i favorshëm për të përmirësuar marrëdhëniet me të afërmit, për të krijuar një ambient më të qetë në shtëpi dhe për të ndjerë më shumë ekuilibër dhe lumturi në jetën tënde të brendshme. Në këtë periudhë, intuita dhe aftësia për të shprehur ndjenjat luajnë rol kryesor, duke të ndihmuar të ndërmarrësh veprime që përmirësojnë harmoninë dhe qetësinë në jetën tënde personale. Peshorja, sot energjia është e qetë dhe harmonike, ndërsa planeti yt sundues, Venus, lidhet bukur me Neptunin. Intuita dhe imagjinata jote janë të zgjuara, dhe je më i ndjeshëm ndaj bukurisë dhe gjërave të hollësishme në jetë. Mund të ndjesh një lidhje të veçantë shpirtërore me dikë ose të duket se gjithçka po vendoset në vendin e duhur në mënyrë magjike. Në marrëdhënie, mund të kesh raport të veçantë intuitiv me dikë, ku kupton mendimet dhe ndjenjat e tyre pa fjalë. Në çështjet e parave ose biznesit, idetë që vijnë sot mund të jenë shumë të vlefshme, sepse intuita jote të ndihmon të kuptosh nevojat dhe dëshirat e të tjerëve. Po ashtu, ndihesh më i qartë për nevojat dhe vlerat e tua personale dhe mund të shfaqen mundësi financiare nga burime të pazakonta ose të fshehta. Krijimtaria dhe imagjinata luajnë një rol të fortë në punën, mësimin dhe projektet e tua, dhe përkushtimi yt i sinqert duket nga rezultatet që arrin. Mbajtja e një aureole misteri rreth vetes mund të të jap avantazh dhe të ndihmojë të arrish qëllimet. Gjithashtu sot, Venus hyn në sektorin tënd të komunikimit, dhe deri më 24 dhjetor ndjenja jote për të ndarë mendimet dhe ndjenjat rritet. Ky është një moment i mirë për studime, zhvillim të aftësive mendore dhe për të përmirësuar mënyrën se si lidhesh me të tjerët përmes fjalës dhe mesazheve. Mund të ndjesh frymëzim për projekte kreative, biseda të thella ose për të mësuar gjëra të reja që të hapin horizonte të reja. Akrepi, sot energjitë të mbështesin dhe të japin një ndjesi magjike në marrëdhëniet dhe ndërveprimet e tua. Cilësitë e tua më tërheqëse, të dashura dhe tërheqëse duken qartë dhe mund të shfaqet një ton i ëndërruar, romantik ose idealist në mënyrën si lidhesh me të tjerët. Mbajtja e një distance të vogël emocionale mund të jetë strategjia më e mirë për sot. Kjo të lejon të vlerësosh situatat më qartë dhe të gjesh kënaqësi në mënyra që ndoshta zakonisht nuk i vërejnë të tjerët. Një pak distancë emocionale mund gjithashtu të bëjë më tërheqës për të tjerët, duke të sjellë rreth vetes njerëz që të vlerësojnë cilësitë e tua. Sot elementet shpirtëror dhe social të jetës tënde janë në qendër të vëmendjes dhe mund të shfaqen mundësi për zgjerimin e mendjes, për të mësuar gjëra të reja ose për të zgjidhur konflikte të vjetra. Gjithashtu sot,
Venus hyn në sektorin tënd të burimeve dhe vlerave. Deri më 24 dhjetor, kjo të sjell më shumë besim në talentet, aftësitë dhe burimet e tua, duke të ndihmuar të tërheqësh gjërat e duhura që të mbështesin zhvillimin tënd. Është një periudhë e shkëlqyer për të përdorur burimet e tua në mënyrë strategjike, për të ndërtuar siguri financiare dhe për të zhvilluar marrëdhënie që të sjellin përfitime reale. Shigjetari, sot energjitë të mbështesin emocionalisht dhe shpirtërisht, ndërsa Venus lidhet bukur me Neptunin. Mund të ndjesh një qetësi të thellë për jetën tënde private ose për një sekret që mban brenda vetes. Ka mundësi të kuptosh dhe të përfundosh një çështje delikate nga e kaluara, duke ndjerë një lehtësim të brendshëm. Ndonjëherë mbyllja nuk vjen nga marrja e diçkaje, por nga lëshimi i ideve ose pritshmërive që na rëndojnë. Sot je në një gjendje të mirë për të ofruar dorën e ndihmës ose për një shkëmbim të sinqertë dhe të ngrohtë me të tjerët. Ky transit sjell dritën e kuptimit dhe ndihmon të përqafosh më lehtë situatat emocionale. Intuita dhe mençuria jote janë të theksuara dhe mund të ndihmosh të tjerët duke ndarë këshilla ose duke ofruar mbështetje të sinqertë. Gjithashtu, mund të ndjesh nevojën të hapesh për një çështje personale me dikë që i beson. Ka mundësi që të zhvillohet një takim ose ngjarje e rëndësishme që ndodh brapa skenave, ose mund të fitosh një kuptim të ri mbi një problem që të ka shqetësuar prej kohësh. Sot, Venus hyn në shenjën tënde, ku do të qëndrojë deri më 24 dhjetor. Ky cikël zgjon dëshirën tënde për të ndarë dashurinë, për të ndjekur pasionet dhe për të shfaqur anën më të butë dhe tërheqëse të personalitetit tënd. Është një periudhë e shkëlqyer për lidhje romantike, projekte kreative dhe për të ndjerë më shumë gëzim në marrëdhëniet dhe jetën personale. Në këtë kohë, zemra jote është më e hapur. Intuita e fortë dhe aftësia për të kuptuar të tjerët të ndihmon të krijosh lidhje të thella dhe të përforcosh marrëdhëniet që kanë vlerë të vërtetë. Britsjapi, sot energjitë e Venusit dhe Neptunit të sjellin qetësi dhe harmonizim në jetën tënde, duke të ndihmuar të ndihesh më i qetë dhe me mendje të qartë. Një mik ose rrjeti yt social mund të luajë një rol të rëndësishëm për të parë gjërat më qartë, ose vëmendja dhe kujdesi i dikujt të ngre humorin. Sot falja vjen natyrshëm dhe mund të ndjesh dëshirën të shprehësh dhe mshuri, fjalë të mira ose të falësh dikë që të ka lënduar. Ka mundësi të krijosh një raport intuitiv me dikë, të ndihmosh të tjerët ose të ndërtohesh ura marrëdhëniesh në mënyrë të butë dhe të qetë. Sot je më i prirur të vlerësosh gjërat pozitive në jetën tënde dhe njerëzit e mirë rreth teje. Dhe entuziazmi për ëndrat dhe planet e tua është më i fortë. Më vonë sot, Venus hyn në sektorin tënd të privatësisë, ku do të qëndrojë deri më 24 dhjetor. Kjo mund të sjellë një periudhë më të qetë ose private për marrëdhëniet e dashurisë dhe mund të jetë një kohë kur gjen kënaqësi të veçantë në jetën tënde personale. Të përpunosh përvojat e fundit mund të jetë një proces i kënaqshëm që të ndihmon të reflektosh dhe të rritesh emocionalisht dhe shpirtërisht. Ky cikël të fton të harmonizosh jetën sociale dhe personale me një qetësi të brendshme, të shfrytëzosh intuitën për të përmirësuar marrëdhëniet dhe për të ndjerë kënaqësi më të thellë në botën tënde të brendshme. Ujori, sot tranziti i Venusit me Neptunin është ideal për të liruar stresin. Heqja e tensionit dhe qartësimi i mendjes mund të sjellë shpërblime të vogla, por të rëndësishme në mënyra të padukshme. Intuita jote është shumë e fortë sot, kupton më mirë situata dhe njerëzit duke parë shtresat e ndryshme të tyre, dhe vendimet që merr janë më të sakta sesa zakonisht, sepse bazohen më shumë tek perceptimi i brendshëm sesa tek frikërat. Karizma dhe intrigueshmëria e shtuar të rrethojnë, veçanërisht në role leadershipi ose profesionale, dhe kjo punon në favorin tënd. Mendimi financiar është i ndritshëm sot dhe ke mundësi të gjesh zgjidhje të mençura për problemet që të shqetësojnë. Gjithashtu, është një kohë e fortë për të ndërtuar ura marrëdhëniesh ose për të parë një marrëdhënie në një dritë të re. Më vonë sot, Venus hyn në sektorin tënd social dhe do të qëndrojë deri më 24 dhjetor. Ky tranzit të vendos në një pozicion të mirë për të lidhur me njerëz me mendime të ngjashme, për të zgjeruar rrjetin social dhe për të krijuar lidhje të rëndësishme me të tjerët. Në këtë periudhë, aftësia jote për të përdorur intuitën,
Kreativitetin dhe tërheqjen personale është e fortë, duke të ndihmuar të avancosh në projekte, marrëdhënie dhe mundësi që të përmirësojnë jetën profesionale dhe sociale. Peshqit, sot energjitë janë të fuqishme për të eksploruar ide emocionuese dhe për të shprehur veten. Është një ditë e favorshme për pranimin, kuptimin dhe faljen, si për veten, ashtu edhe për të tjerët. Mund të kesh një zbulim të rëndësishëm që përfshin lëshimin e diçkaje dhe besimin se universi do ta vendos në vendin e duhur. Energjia natyrale brenda teje të nxit të kërkosh përvoja të reja dhe të lidheni me të tjerët. Për momentin, më e mira është të tërhiqesh dhe të lejosh që gjërat të vinë tek ty, në vend që të veprosh menjëherë. Fuqia jote e tërheqjes është e madhe, sidomos për marrëdhëniet dhe projektet kreative. Një marrëdhënie mund të zgjerohet ndërsa ndan idetë tua dhe energjia të ndihmon të tërheqësh dashuri dhe miqësi përmes interesave intelektuale të përbashkëta. Më vonë sot, Venus hyn në shtëpinë tënde të 10, ku do të qëndrojë deri më 24 dhjetor. Ky ndryshim të jep mundësi të gjesh kënaqësi më të madhe në punën ose përgjegjësitë tua. Je në një pozicion të mirë për të përmirësuar ose riorientuar qëllimet dhe kjo mund të ndihmojë gjithashtu të zbutësh ose të përmirësosh reputacionin tënd. Ky cikël është i shkëlqyer për të harmonizuar kreativitetin me detyrimet profesionale, për të ndërtuar marrëdhënie të rëndësishme dhe për të përdorur intuitën dhe ndjeshmërinë për të tërhequr mundësi dhe njerëz që do të pasurojnë jetën tënde deri në fund të dhjetorit.